Policia e Kosovës e ka mohuar përsëri se ka pasur dhunë në ndërhyrjen e saj ndaj një incidenti verbal që përfshiu maturant serb në veriun e vendit të banuar me shumicë serbe të premten, por tha se ka nisur një hetim kundër një zyrtari të vet të përfshirë në incident. Drejtori i Policisë së Kosovës, Gazvend Hoxha, tha në një konferencë për mediat se zyrtari policor do të hetohet nga Inspektoriati Policor i Kosovës dhe se ai është transferuar në stacionin policor në Mitrovicën e Jugut nga Mitrovica e Veriut pas incidentit. Incidenti në Mitrovicën e Veriut të premten shkaktoi reagime të shumta, kryesisht për shkak të mënyrës se si ishte përgjigjur atij pjesëtari i Policisë së Kosovës, ndërsa Serbia lëshoi flet arrest për të. Në videot e publikuara në rrjetet sociale, oficeri shihet duke vrapuar drejt një parade të maturantëve serb dhe duke kapur nga qafa njërin prej tyre. Hoxha tha se policia e Kosovës ndodhej atje për ta mbështetur parakalimin e paralajmëruar të maturantëve, duke shtuar se disa pjesëmarrës filluan të provokojnë qytetarët që kanë qenë ulur në katererin me thirrje Kosova është zemra e Serbisë dhe duke bërë simbolin me 3 gishtërinj.